s'kisha fuqien me nënën mu ballafaqu në biseda normale. E kuptum që nuk kishin kalu keq. Të gjithë mu kishin jek prej punës, kush kishin qenë në punë vllau, dhëndort, e krejt gjithkush, dikush i këtana prej dhunës, e kishin përdor dhunë tana, kënse për shkaqe tjera, ndikëndej, kështu që familja mbet në familje vetëm nëna dhe motra, cila kur na lejun vizitën, i kisha ata në vizitë të vazhdueshme në rast. Deshta me të tregu që kur është leju vizita, kanë kalu një kohë gjatë, kur i kom parë nënën dhe motrën 5 minuta vizitë, ndarja ka qenë ekstreme, ka qenë e rëndë, sepse e para, një e rëndë, e dyta u lehtësova se e kuptova që janë gjallë. Kështu e kish mi atë bindjen që ka mujtë me shkatru gjithçka rreth familjes, me humbë gjithçka. Edhe, po e dyta ishte e rëndë që kisha nënën para vetit, edhe e kuptova që e ka vështirë. Unë nuk e di ku mund 2-3 biseda me i bërë, për shkak se s'kisha fuqien me nënën mu ballafaqu në biseda normale në ato, për shkak 2 ndjenjave, që unë isha fizikisht, që zbesej që familja më nifte, çfarë gjendje kish mi ardhë në rastin e parë pas ka pasur edhe vllau i madh. Nëna me vllaun, jo tjetër kush, sepse vllau sigurisht si vllau më i madh, një mundësi më të madhe me pas çësje për shkak të gjumës se kështu. Fillimi pas ka qenë nëna dhe vllau në gjati më i madh. Pastaj në gjati torturohet ik për shkak kërkesës së organeve të sigurisë, atëherë në Ferizaj dhe Shtërps, largohet jashtë vendit dhe më nuk është derisa s'kom dalë unë, ai nuk ka qenë pjesë e familjes. E mboj mend, më shikonte dhe shikoja. Ajo fryma, tani unë jam prind vetë edhe kam, ku e di, nuk e di, a kemi fuqi sot, sukur ata që e kanë pas një fuqi. Nona tona janë në përgjithësi heroina. Pse po them heroina? Janë këto nona tona janë që edhe kanë ideal, kanë dëshmur për këtë liri. Nona tona kanë djem invalid. Nona tona kanë pas na për burgje. Barë më të rëndë, se nonat shqiptare nuk ka pas në trevat shqiptare. Nëse dikuj dedikohet kontributit për lirinë e Kosovës, sigurisht janë dëshmorët invalidët. Po, pa i preashtu edhe prindit si baba, por nëna besoj ka qenë ajo fuqia dhe baruti kryesor për Jugoslavinë që e kanë tregu në raport me lirinë që ne sot e gëzojmë në Kosovë.